Ua prezentojmë audiolibrin e radhës, fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit. O Zoti i Madhërisëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhamedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj më afro pranë cili do prej tyre në ditën e llahtarisë së madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithëmëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hir të dashurisë së madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Thabit ibn Kajs El Ensari. Testamenti i asnjë njeriu nuk është realizuar mbas vdekjes së vet, përveç testamentit të Thabit ibn Kajsit. Thabit ibn Kajsi ishte njëri nga zotrinjtë e fisit Hazraj dhe personalitet i rradh i Medinës. Gjithashtu ai ishte mendjeholl, i pashëm dhe orator i shkëlqyeshëm e i zëshëm. Kur fliste, ai u atë i kalonte oratorëve të tjerë, e kur mbante fjalim, ai përfitonte të gjithë ata që e dëgjonin. Ai ishte ndër të parët në Medinë që pranoi Islamin, posa e dëgjoi një ajet kuranor që ia lexoi thirrësi i ri i Mekas, Musab ibn Umeir, me zërin e tij të ëmbël dhe tingullin e tij Jehues. Atij ia pushtoi Kur'ani të dëgjuarit me ëmbëlsinë e tingëllimës. Ia pushtoi zemrën me qartësinë e shkëlqyer të tij dhe frymëzoi mendjen e tij për udhëzim të drejtë. Atëherë, Allahu ia pajisi zemrën me besim, ia ngriti pozitën dhe nderin e tij, kur i u bashkua radhëve të pejgamberit a.s. dhe hyri nën flamurin e tij. Pasi arriti i dërguari a.s. në Medinë si i shpërngulur, atë e priti me nderimet më të larta Thabit ibn Kajsi, me një grup kalorësish nga fisi i tij. Ai i dëshiroi Muhamedit a.s. dhe shokut të tij, Ebu Bekër Sidikut, mirëseardhje të përzemërt. Para tij mbajti një fjalim me një retorik të lartë, duke e filluar atë me lavdi ndaj Allahut të lartëmarrëdhëruar dhe duke e falendëruar atë. Pastaj u lut për falje dhe shpëtim për të dërguarin a.s. Ai e përmbylli fjalimin e tij me këto fjalë: vërtet, ne ta japim besën, i dërguari i Zotit, të mbrojmë ty prej gjithë asaj që e mbrojmë edhe vetveten tonë, fëmijët dhe gratë tona. Atëherë, çka do të fitojmë përballë kësaj? Pejgamberi a.s. tha: shpërblim do të keni xhenetin. Ende para në vesh mirë fjala xhenet, filluan të shëndrisnin fytyrat e njerëzve nga gëzimi e hareja dhe thanë: jemi të kënaqur, o i dërguar i Allahut, jemi të kënaqur, o i dërguar i Allahut. Që nga ajo ditë, pejgamberi a.s. e emroi Thabit ibn Kajsin për orator të vetin, ashtu siç ishte Hasan ibn Thabiti, poeti i tij. Kur pejgamberit a.s. i vinin delegacione arabe që të krenohen, të mburren ose të garojnë me gjuhën e gojtarëve, të rrjedhshëm dhe me retorik të lartë që kishin oratorët dhe poetët e tyre, ai u kundërvente. Ai u kundërvente Thabit ibn Kajsin për të i mundur oratorët, kurse Hasan ibn Thabitin për të mburrur para poetëve. Thabiti ishte besimtar i denjë dhe me besim të thellë, i devotshëm dhe i sinqert. Kishte drodhe për kushtim ndaj Allahut të tij, ishte shumë i kujdesshëm dhe ruhej prej çdo vepre të keqe
që hidhron Allahun e lartmadhëruar. Një ditë, pejgamberi a.s. e pa të friksuar dhe të brengosur, dridhej i tëri nga frika e droja, dhe për këtë, pejgamberi a.s. i tha: "Ç'është me ty, o Thabit?" E ai u përgjigj: "Kam frikë se do të jem i humbur, o pejgamber i Zotit." Pejgamberi a.s. e pyeti: "Përse?" Ai tha: "Allahu i lartmadhëruar na ka ndaluar që të lavdrohemi për një punë që nuk e kemi bërë, ndërsa unë, përkundrazi, kam dëshirë të lavdrohem. Ai na e ka ndaluar mendjemadhsinë, kurse unë kam rënë në vetkënaqësi." Pejgamberi a.s. e qetësonte vazhdimisht, gjersa më në fund i tha: "O Thabit, a dëshiron të jetosh i lavdruar, të vritesh e të bëhesh shahid dhe të hysh në xhenet?" Nga ky lajm i gëzuar, fytyra e Thabitit i u ndriçua dhe tha: "Gjithsesi dëshiroj dhe jam i kënaqur, o Resulullah. Gjithsesi dëshiroj dhe jam i kënaqur, o Resulullah." Kurse Resulullahu i tha: "Vërtet, kjo është për ty." Pasi që zbriti ajeti kuranor: "O ju që keni besuar, mos ngritni zërin tuaj mbi zërin e pejgamberit dhe mos ju ngërmoni atij si i ngërmoheni njëri tjetrit, e të zhdukni veprat tuaja duke mos ditur ju." Kur'an, surja El Hujurat, ajeti 2. Thabit ibn Kaisi ju shmangej kuvendeve të pejgamberit a.s. përkundër dëshirës së tij të madhe për të marrë pjesë në to dhe dashurisë së fortë ndaj pejgamberit a.s. dhe lidhmërisë së ngushtë me të. Ai u mbyll në shtëpi të vet dhe pothuajse fare nuk dilte prej saj, përveç kur dilte për ta kryer namazin. Por pejgamberin a.s. i kishte marrë malli për të dhe ju kishte thënë besimtarve: "Kush më sjell lajmin për të?" Njëri nga ensarët tha: "Unë, o i dërguar i Zotit." Ai shkoi te Thabiti dhe e gjeti në shtëpi të vet, të dëshpëruar e kokulur, dhe i tha: "Ç'është me ty, o Ebu Muhammed?" Thabiti i u përgjigj: "Shumë keq." Ai e pyeti: "Përse?" Thabiti tha: "Vërtet, ti e di se unë jam njeri me zë të lartë, shpeshherë zëri im ngritet më lart se zëri i të dërguarit të Zotit, xheleshanehu. Ti gjithashtu e di se çka ka zbritur nga Kur'ani. Mendoj se vepra ime është humbur dhe zhdukur krejtësisht, dhe unë do të jem njëri prej banorëve të xhehenemit." Ai njeri u kthye te pejgamberi a.s. e lajmëroi për atë që pa dhe dëgjoi, kurse ai i tha: "Shko përsëri te Thabiti dhe thuaj: nuk je prej banorëve të xhehenemit, por do të jesh prej banorëve të xhenetit." Ishte ky një lajmërim dhe përgëzim madhështor për Thabitin, gjë të cilën e kishte dëshiruar dhe shpresuar tërë jetën e tij. Thabit ibn Kaisi me pejgamberin a.s. mori pjesë në të gjitha betejat përveç asaj të Bedrit. Ai e ka futur veten në rreziqeve gjatë luftimeve për të ra dëshmor, ashtu si e ka paralajmëruar pejgamberi a.s. Kurse rënja dëshmor ishte pranë tij për 2 shtiza, por edhe më afër. Derisa ndodhen luftrat kundër renegatëve nga feja islame, në njërën anë ishin muslimanët, kurse në anën tjetër Museleme el Kethebi, gjatë kohës së sundimit të Ebu Bekrit radiallahu anhu. Në atë kohë, Thabiti ishte komandanti i ushtrisë së përbërë nga ensarët. Salimi ishte komandanti i ushtrisë së përbërë nga muhaxhirët, kurse Halid ibn Velidi ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrisë muslimane të përbërë nga ensarët, muhaxhirët dhe të tjerët. Fillimisht, në shumicën e betejave, fitoret u takonin Muselemës dhe njerëzve të tij
mbi ushtrinë muslimane, gjërsa atyre ju dha urdhë që ta sulmojnë tendën El Fustar të Halidit dhe vendosën për ta mbytur gruan e tij, Ummu Temin, kur edhe arritën t'i prejnë litarët e tendës dhe të luftojnë atë shumë keq dhe në mënyrë të egër. Atëherë kur Thabiti e pa përdhosjen e muslimanëve, atij u mbush zemra plot vrerë dhe dëshpërim, e kur dëgjoi poshtrimin që i bënin njëri tjetrit, i u mbush gjoksi për plot dhembje dhe zemrim. Bijtë e qyteteve i u kishin futur frikën atyre të shkretirave, kurse këta të dytët i u thonin qytetarëve se ata nuk dinë të luftojnë dhe ç'është lufta. Në ato qaste Thabiti vendosi mbi trupin e tij një bimë, u mbështoll me qefin, u ndal te kokat e dëshmorëve dhe tha: "O burra musliman, ne nuk kemi luftuar kështu me Muhamedin a.s. Sa keq i keni mësuar armiqt tuaj në mënyrë që të marrin guxim ndaj jush. Sa keq që e keni bërë shprehi të i nështroheni armikut." Pastaj Thabiti drejtoi shikimin ka qielli dhe tha: "O Zoti im, dëshiroj të jem i pastërt e ti, të mos bie në politeizëm, ashtu siç bëri Museleme dhe njerëzit e tij. Dëshiroj të jem i pastërt e ti, o Allah, nga gjithë kjo që bëjnë të këtillët dhe ka për qëllim muslimanët." Mandej u sul si luani i tërbuar, krah për krah me luftëtarët e bekuar. El Bera ibn Malik el Ensari. Zaid ibn al-Hattab, vëllau i emirit të besimtarëve Omerit radiallahu anhu. Salimin, zotriun e Ebu Hudhejfes, si dhe me një numër të konsiderueshëm besimtarësh të mëhershëm. Ai zhvilloi një luftë madhështore, e cila i mbushi zemrat e besimtarëve me trimëri, vendosmëri dhe durim, kurse politeistëve u futi frikën në palcë. Ai sillte pa ndërprerje në të gjitha anët dhe me çdo armë, ndërsa e rënduan plagët dhe u rrëzua për toke në fushë të betejës, i lumtur për atë që i ka shkruar Allahu për të ra dëshmor, ashtu si e ka përgëzuar më parë i dashuri i Allahut, Muhamedi a.s., i kënaqur me zemër për atë që Allahu e vërtetoi triumfin e muslimanëve para tij. Thabiti kishte të veshur një këmishë të hekurt, shumë të çmueshme, e kur pranë tij kaloi njëri prej muslimanëve, i zhveshi atë nga trupi dhe e mori për vete. Natën vijuese nga rënja e Thabitit dëshmor, njëri prej muslimanëve i kishte pa në ëndër duke i thënë: "Unë jam Thabit ibn Kajsi, a më njeh mua?" Ai njeri ka thënë: "Po." Thabiti i ka thënë vazhdimisht në ëndër: "Në të vërtetë, të porosis dhe të kesh kujdes që të mos thuash se kjo është një ëndër e të humbasësh atë. Vërtet, unë pasi që u vrava dje, njëri nga muslimanët kaloi pranë meje, i përshkruar kështu, e mori këmishën time të hekurt dhe shkoi me të në tendën e vet, në fund të vendqëndrimit të ushtrisë nga ana e caktuar. Ai e ka vendosur atë në një enë të tij prej dheut dhe mbi enë e ka vendosur një shal. Shko te Halid ibn Velidi dhe thuaj atij që të dërgoj dikë tek ai njeri për t'ia marrë këmishën e hekurt, sepse ajo ende është në vendin e vet. Unë ta lë edhe një porosi tjetër. Ke kujdes e mos thuaj se kjo është një ëndër e ta humbasësh atë. Thuaj Halidit, kur të shkosh te halifi i të dërguarit të Zotit xheleshanehu në Medinë, thuaj atij: vërtet Thabiti ka pasur një borxh, kurse ky dhe ky njeri që kanë qenë rob të tij, le të jenë të lirë, le ta kryej borxhin tim dhe le t'i liroj çunat e mi. Atëherë njeriu u zgjua nga gjumi, shkoi te Halidi dhe e lajmëroi për atë që dëgjoi dhe pa.
Halidi e dërgoi një njeri që t'ja sjell atij këmishën e hekurt nga ai që e kishte rrëmbyer nga Thabiti. Këmisha u gjet në vendin e vet dhe i u soll halifit ashtu siç ishte. Posa u kthye Halidi në Medinë, ai rrëfeu Ebu Bekrit radiallahu anhu për ngjarjen e Thabit ibn Kaisit dhe porosin e tij, kurse ai vet lejoi që të paguhet borxhi i Thabitit e të kryhet porosia e tij. Nuk është e njohur që ndonjërit më parë ose më pastaj të jetë lejuar që t'i kryhet porosia e vet edhe pas vdekjes, përveç Thabitit. Zoti qoftë i kënaqur me Thabit ibn Kaisin, i lumtur qoftë tek Allahu dhe ai ja falt atij një vend të lartë në xhenet.